Keidi Bare është rikthyer sërish protagonist në kampionat me shqiptarin që po bën paraqitje fantastike me Real Saragosën në La Liga. 28 vjeçari së fundmi ka shkëlqyer në sfidën që Real Saragossa fitoi 3-2 ndaj Leganes në kategorinë e dytë spanjolle. Fieraku fal paraqitjes së bërë është zgjedhur në formacionin më të mirë të javës së 16 të La Liga 2, madje nga SofaScore është vlerësuar me notën 7.9, ndërkohë vlen të theksohet se Bare prej thuajse 2 vitesh nuk grumbullohet nga kombëtarja shqiptare. Hera e fundit që ka qenë pjesë e kuqezimve është 25 marsi viti 2024.